që mund të japim derisa të vjen ekipa mjekësore? Ndihma e familjarit është me mujt të gjuhën mos me alon, sepse gjuhën e kafshon. Edhe në momentin që e kafshon ose rrotullon gjuhën, do të thonë e ndal frymëmarrjen. Çajo është e rëndësishme. Për ndryshe diçka tjetër nuk mundet me bë, sepse aty nevojitet më njëherë të japim terapi së duhur për me qetësu pacientin. Mirë, po kjo është kryesorja që duhet me menaxhu pak mos me elon gjuhën për me përbi. Po. Doktoresh, lartë qofshin këtë raste, por fatkeqësisht kemi mjaftueshëm të rinj për arsye të ndryshme, të cilët kanë marrë substanca të ndryshme, madje edhe ato të cilat nuk konsiderohen as të pishme, edhe që përdoren për shërbime krejtësisht tjera jetësore. Dhe familjarit azëm e ka kuptuar, derisa e sjell pacientin. A duhet t'i japim diçka? Për shembull, kam dëgjuar që i jepet qumsht derisa të vjen spital, ose a ka diçka që ne mund të ndihmojmë pak?